Stafi i fushatës elektorale të Sali Berishës ka vendosur prej sot që ai të ndalojë transmetimet live në fushatë në YouTube dhe që ato të hidhen vetëm pasi të redaktohen nga GAFA. Vendimi është shoqëruar me disa sqarime publike se demenca e tij ka të bëjë me programin e ngjeshur të PD-s dhe faktin që ai lexon shumë faqe nga programi dhe pastaj ngatrohet. Në fakt nuk dihet a e kanë konsultuar me Lasivitan këtë hall se ai gjithë fushatën pro Trumpit e ka mbështetur mbi demencën e Bidenit dhe tani ndoshta është i papërgatitur si t'ia bëj Bidenit të vet. Por ky nuk është më halli një fushate. Ky është një hall shëndetësor dhe familjar. Çfarëdo që të bëj stafi i fushatës nuk i vë dot ndonjë çip në tru Berishës që të ndaloj demencën. Ende nuk ka arritur shkenca deri këtu. Vendimi që Berisha të vazhdoj fushatën apo jo tani është më i vështirë se kurrë. Ndërprerja e transmetimeve live është një farë ndihme që GAFA të mos përhapen me shpejtësinë korale, por nuk është zgjidhje. Ai do t'i bëj ato kudo, kur do herë dhe me të njëjtin ritëm sa herë të hap gojën. Nuk është faji i tij, është faji i moshës. Është shumë njerëzore ti ndodh ajo çdo kujt që është në atë moshë. Dhe mos e fajsoni pse nuk i ndal, apo pse nuk mërzitet prej tyre. Nëse truri një të moshuari në atë gjendje ka aftësinë të perceptojë që po bën gafa, nuk ka demencë, është në rregull. Problemi është që ai ka ato të pavullnetshme dhe as mund t'i analizojë, as t'i kuptojë se si e kanë kthyer në personazh humori në fushat. Të vetmit që mund t'ia shmangnin këtë telendisje ishin fëmijët dhe gruaja. Partia Demokratike nuk mund të marrë më vendime për të, pasi ai merr vendime për Partinë Demokratike. Por me sa duket fëmijët, mes një babai që po bëhet me ore minut dhe një kryetari opozite që t'i mbrojë ata nga drejtësia, u duhet ky i dyti qoftë edhe qesharak. Ndaj mos prisni ta shpëtojnë PD-n nga ky hall, deri më 11 maj u duhet në këmbë. Pastaj nuk ngatrohet më se s'ka më program.